Vlora po përballet prej vitesh me një problem serioz që dëmton jo vetëm imazhin urban, por edhe sigurinë e qytetarëve. Rrjetin amortizuar dhe të çrregut të kablove të energjisë elektrike. Në shumë zona të qytetit, kablot janë shndruar në një pamje estetike të shëmtuar dhe një rrezik i vazhdueshëm për banorët dhe kalimtarët. Në pothuajse çdo lagje të Vlorës, nga qendra deri te zonat periferike, mund të shihen kablo elektrike të varura në mënyrë të çrregullt mbi rrugë, trotuare dhe banesa. Ato ngjajnë me rrjeta merimangash që mbulojnë fasadat e pallateve dhe shtëpive private. Problemi bëhet edhe më serioz nga fakti se këto kablo nuk janë vetëm të tensionit të ulët, por në shumë raste përfshin edhe linja të tensionit të lartë. Kjo e rrit ndjeshëm nivelin e rrezikut, veçanërisht në zonat e banuara. Një defekt i vogël teknik, një mot i keq apo ndërhyrje pa kontrolluar mund të sjellë pasoja të rënda. Përveç aspektit të sigurisë, ky problem dikon drejt për drejt edhe në imazhin turistik të qytetit. Kablot e ekspozuara mbi rrugë dhe ndërtesa dëmtojnë seriozisht estetikën urbane dhe krijojnë përshtypje edhe mungesës së planifikimit dhe mirëmbajtjes. Zgjidhja ekziston dhe nuk është e pamundur. Vendosja e rrjeteve elektrike nën tokë dhe riorganizimi i infrastrukturës ekzistuese. Megjithatë, kjo kërkon investime dhe koordinim mes institucioneve. Aktualisht mungon një plan i qartë dhe afatgjat për sistemimin e rrjeteve elektrike në qytet. Ndërkohë qytetarët vazhdojnë të jetojnë në hijen e një rreziku të përditshëm, ndërsa kablot e varura mbeten simbol një problemi të pazgjitur. Situata kërkon vëmendje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, përpara se një incident i rënd të kthejë këtë problem të njohur në një tragjedi të paralajmëruar. Vlora, si një qytet me potencial të madh turistik dhe zhvillimor, meriton një infrastrukturë të sigurt, moderne dhe dinjitoze për banorët e saj.